skolioza është një devijim i boshtit tonë kurrizor, është një devijim tridimensional në trupin tonë. Nuk mund të themi se është vetëm një devijim në një rënon. Skolioza, për të paraqitur më thjesht, është një devijim i cili paraqitet në formën e shkronjës S apo në formën e shkronjës C. Nuk dihet shkaktari, mund të jetë i lindur, po mund të jetë i shkaktuar gjatë jetës së përditshme. Tek këto raste kur mund të jetë i lindur apo i shkaktuar gjatë jetës së përditshme deri në përfundimin e zhvillimit të trupit tonë, deri në rritjen e trupit tonë, atëherë mund të jetë i korrigjueshëm. Nga skolioza dallojnë edhe shkallet e skoliozës. Nëse ne e ndeshemi me skoliozën në ditët e para, në javët e para, në vitin e parë të tij, atëherë trajtimi i skoliozës do të jetë më lehtë. Mirëpo nëse ne kemi lënë një procedurë të gjatë kohor, atëherë edhe shërimi do të jetë më i kadajshëm. Ne shpeshherë shohim raste kur fëmijët apo anëtarët e familjes e sjellin fëmijën e tyre për trajtim, ata presin që korrigjimi i skoliozës do të bëhet brenda javëve, brenda ditëve, mirëpo një gjë nuk është e mundur. Ne i sqarojmë se si do të jenë procedurat, se si do të bëhet korrigjimi i skoliozës, mirëpo gjithmonë duhet të jetë në kontrolla të vazhdueshëm. Rekomandohet që çdo 6 muaj të bëhet edhe një radiografi, një vertebrogram i boshtit kurrizor dhe të shikohet ecuria apo progresi i shërimit të skoliozës. Nuk mund të themi se skolioza nuk është e pashëruar, ajo shërohet, po don trajtim të vazhdueshëm dhe të kujdesshëm. Një fizioterapeut duhet i rekomandoj për shkak se ata duhet të trajtohen me vitet e tona, me muajt e tonë. Kështu që ne nuk mund të qëndrojmë gjithmonë me ta. Bëjmë seancat e para, i rekomandojmë na familjarëve të mësoj ushtrimet dhe t'i vazhdoj. Mirëpo kohë pas kohe, pas disa muajve të bëhet prap kontrollat vazhdueshme dhe të shikohet ecuria e zhvillimit të saj.